një diplomati gjerman. Kjo është e njëjta gjë. Si do duke Evropa, si do duke Gjermania nëse në vitin 1970, 25 vjetë mas luftës dytë botërore, në vend të Willy Brandtit, një antifashisti i përbetuar, kundërshtari Hitlerit, të ishte kancelar një ministre Hitlerit. Si do duke Evropa? Dhe më thonë, një përgjithësi të madhe. Unë e di që bashkësia ndërkombëtare nuk operon ndoshta edhe me etiketa moraliste, por dëgjoni, nuk ka kuptim një sheshel që thonte që duhet shqiptarëve të nxirret shpirti me lugë, domethënë duhet therrën shqiptarë që ti në Beograd dërkash të thuash Jakub Krasniqit e jetë në Haag. Domethënë s'ka kuptim. Dhe unë mendoj që mënyra qysh po e zhvillon çasjen sidomos Bashkimi Evropian të Kosovës është rehabilituese ekstremisht ndaj Serbisë. Kadareja ka një thënie shumë të mirë, që qëndron jashtëzakonisht shumë. Është e vërtetë thotë që NATO perëndimi ka bombardu Serbinë, po doktrina e Serbisë së Madhe ka mbetë e padënuar. Dhe unë mendoj që ka mbetë e padënuar. Dhe mbi këtë bazë, nëse ti ke një elitë politike që ka qenë pjesë e establishmentit të Miloševićit, për çfarë paqe të volë. Ne flasim për marrëveshjen e Ohrit, që gjoja gjen ka marrëveshja stili gjermano-gjerman, absolut. Marrëveshja gjermano-gjermane ka pas ide për mi bashku dy Gjermanit. Ne nuk e kemi atë intencë për mu bashku me Serbinë. Kjo tregon dobësinë. E dyta, marrëveshjet që bëhen Kosovë-Serbi në Bruksel duhet të dërgohen në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Pse? Sepse dialogu ka fillu me rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Dhe duhet dërzohen gjitha marrëveshjet të Asambleja dhe t'ju bëhet ftesë që t'i mbështesin ato marrëveshjet dhe që ta njohin Kosovën. Bashkimi Evropian nuk e ka bërë. Prandaj unë mendoj që kushdo që të ndërmjet, këtë e parëndësishme është. Duhet të ndërrojë çështja. Fillimisht duhet këtë njohje, pastaj duhet këtë ndërmjetësim. Nuk mund në Bashkimi Evropian të thotë unë kam çështje neutrale ndaj Kosovës, po Serbisë t'i them një Kosovës, se s'ka kuptim. Ose Bashkimi Evropian të thotë që ne jemi të përkushtuar për ndërtimin e shtetit Izraelit, në lindjen e mesme, ndërkaq në zemër të Evropës thotë, dëgjoj, ne kemi qëndrim neutral. Po ky qëndrim neutral kujt ka konvenuar, në favor të kujt ka shku. Domethënë, ky qëndrimi neutral që ka ndjek Brukseli ka shku në favor të politikës ruse dhe e ka etablu dështimin e kësaj politike. Dhe 5 vendet e BE-s, duke mos i njohur Kosovën, e kanë dobësu vetë pozicionin e Bashkimit Evropian. Dhe duke qenë Bashkimi Evropian ndërmjetës, Bashkimi Evropian duhet të jetë me spolve i barabartë dhe me qëndrime korrekte. Nuk mund me thonë Serbisë edhe Kosovës, unë jam ndërmjetës, po Kosovën se konsideroj shtet. Dhe këtu unë mendoj që është problemi. Në anën tjetër, unë mendoj që jemi krejt fund. Unë mendoj që koncesioni Kosova ka bën tepër. Nuk mund Serbia në çdo dialog të refuzoj gjitha marrëveshjet dhe të fillohet dialogu nga e parë dhe të thirrët dhe siç e tha dhe ky ndërmjetësi dhe sekretari i NATO-s kompromis. Për çfarë kompromisi? Dëgjoj se